Edhe pse Kosova festoi 18 vjetorin e pavarësisë së saj, duket se komandantët të cilët i sollën lirinë Kosovës ndodhen në Hag për të luftuar tashmë jo për lirinë e Kosovës, por për lirinë e tyre. Për të folur mbi çfarë po ndodh realisht në gjyqin e Hagës dhe për pavarësinë e Kosovës dhe çfarë solli kjo pavarësi, dilemat e kësaj pavarësie, kam të ftuar në një lidhje direkte doktorin e njohur Fitim Selimi. Doktor, faleminderit shumë për intervistën. Nderuar qofshi, faleminderit juve. Ju uroj gëzuar pavarësinë e Kosovës dhe shpresojmë që vitin tjetër festa të jetë të bashkë me komandantët të cilët ndodhen në Hag. Faleminderit gëzuar për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Si e patë këtë 18 vjetor të pavarësisë së Kosovës? 18 vjetori i shpalljes dhe formale të pavarësisë Kosovës, e cila pasoi me njohje faktike të shumë vende të botës, natyrisht është një përvjetor i cili shënon kulmimin e të gjitha përpjekjeve dhe sakrificave të popullit shqiptar në për shumë gjenerata për arritjen e lirisë si popull dhe për arritjen e pavarësisë për ta ndërtuar jetën e vet. Natyrisht, në këtë përvjetor, sikurse edhe në disa përvjetor tjera që kaluan, ne faktikisht i kemi pas ndjenja të përziera lidhur me faktin që apo e përjeton Kosova pavarësinë e saj në vendin e saj dhe a është plotësisht e pavarur Kosova në të gjitha aspektet e zhvillimit të saj, na del sidomos çështja e mbajtjes në burg padrejtësisht të liderëve të cilët pikërisht ishin ata që punuan, që dhanë kontributin e tyre, që i prinë proceseve dhe të luftës për çlirim, po edhe procesit të ndërtimit deri në pavarësimin e vendit. Ata nuk janë mesin ton, po vazhdojnë të mbahen në burg me vendimin e gjykatave specializuara të Kosovës. Zoti Selimi, kemi pasur deklarata mjaft të forta vetëm një ditë para, po themi, ditës së pavarësisë, ku zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, deklaroi gjatë një vizite në Kosovë se edhe Vjosa Osmani, presidente e Kosovës, ka qenë nën trysninë e gjykatës speciale, prokurorisë speciale. Si u duken këto deklarata dhe çfarë pavarësi është kjo kur prokuroria speciale trysnon në mënyrë, po themi, të shpeshtë dhe për një kohë shumë të gjatë edhe krerët e shtetit Kosovës, pikërisht krerët e shtetit të cilët këtë gjykatë e kanë krijuar vetë krerët e shtetit. Deklaratën e zotit Rama jam i prirur me po në prizmin e së vërtetës me të cilën ai ka informacion dhe ajo nuk shkon në shpërputhje me faktin që qenia shqiptare përkatësisht substanca e shtetit shqiptar është e cenuar në shumë parametra, jo vetëm në parametrin e çështjes së krijimit asaj gjykate, e cila në një farë forme i del mbi institucionet e sigurisë dhe institucionet e gjyqësorit të Kosovës, por se ajo gjykatë faktikisht dirigjohet përkatësisht procedurat e saj hetimore janë mbështetur tërësisht në kallëzimet, në insistimet apo në dokumentacionin i cili burimin e ka te taburi tjetër që është i renditur, në të cilin renditen Rusia dhe Serbia. Gjatë kësaj periudhe sa janë zhvilluar hetimet, natyrisht që këto shtete, përkatësisht ky tabor kundërshtar, armik me Kosovën dhe me pavarësinë e saj, i ka bën ato përgatitje dhe në kontinuitet është bën përpjekja që të argumentohet një faj apo të nxirret një fal i liderëve përkatësisht prizve të Kosovës, por në fakt ka dol e kundërta. Ka dol që
ato nuk kanë qenë mirë të përgatituna, kanë qenë të përfshira me një transparencë jashtëzakonisht të dukshme e cila vehet në dukje tash në procesin e fundit, në procesin e deklarimit të mbrojtjes së të akuzuarve dhe po kuptohet që ato kanë qenë apo janë procese të cilat në princip janë krejtësisht të montuara në kurrez përkatësisht me qëllim të goditjes së prezve të lirisë dhe të shtetit të Kosovës. Përpjekja për të futur edhe në zyrat e presidentes, natyrisht që mund tjetë e tillë, edhe pse ne s'kemi pasur njoftimet më hershme për një gjë të tillë, por se Kosova për Rusinë, për Serbinë, shihet njësoj, pavarësisht në zyrat ku i shkon, pavarësisht dialogun të brendshëm dhe pavarësisht kundërshtive politike të cilat mund të jenë brenda skenës shqiptare. A mund të jetë kjo një diçka e përdorur edhe nga ona e Zotit Roma, apo e përdorur nga ona e presidentes për ta vënë veten në një pozicion apo për të identifiku bashkë me procesin sa më fuqishëm që është e mundshme në pragun kur pritet përcaktimi për zgjedhjen e saj për presidente apo për zgjedhjen e presidentit Kosovës, kjo është çështje tjetër për të cilën ne mundemi vetëm me spekulu dhe jo me thonë diçka e cila mund të jetë e bazuar në fakte. Zoti Selimi, kemi pasur dhe disa deklarata të zotit Kurti, ku tashmë duket se ka dalur në mbështetje të komandantëve të ushtrisë shërbimisare të Kosovës, e madje ditën e sotme zëvendës kryeministri i parë ndodhet në Hagë, ku po themi mbrojtja po i jep dorën e fundit edhe pretendimeve dhe mbrojtjes së tyre. Si e shikoni këtë qasje të Kurtit dhe a mendoni që është një qasje e sinqertë në këtë kohë, apo është një qasje detyrueshme pasur parasysh edhe mbështetjen që kanë marrë komandantët gjatë përfundimit të gjyqit? Nëse e përcjellim me kujdes zhvillimet e mëhershme në proceset prej kur Albin Kurti ishte në krye të një opozite, përkatësisht kur nuk ishte i mveshur me atë petkun, përkatësisht me përgjegjësinë e pushtetarit, por kur ishte vetëm si një opozitor, pastaj mbështetur edhe me deklarimet pas marrjes së pushtetit, në deklarimet të cilat në vazhdimsi kanë qenë në pozicion, jo në pozicionin e tanishëm, ne nuk mund besojmë dhe nuk mund ta kuptojmë këtë paraqitje apo këtë dukje e cila në princip nuk mund të jetë esenca e Albin Kurtit. Esenca e Albin Kurtit është kundërshtimi i fuqishëm i gjithë liderëve të cilët e bën luftën, që e bën pavarësinë, të cilët ishin në krye të proceseve të cilat Albin Kurti në çdo hap i ka kundërshtuar, deri edhe me përfshirje në procese përkatësisht në kundërshtime të përgjakshme kundër atyre proceseve të cilat e bashkërenditnin në Kosovën me bashkinë ndërkombëtare me qëllim të arritjes synimeve, duke u marrë vesh, duke u bashkërenditur me ndërkombëtarën, dhe qëndrimet e tanishme në këtë periudhë më tepër janë qëndrime jo më tepër, po plotësisht janë populiste e asesi nuk e prekin esencën. Angazhimi i zëvendës kryeministrit dhe angazhimi i pajtimit të Albin Kurtit që dikush apo nga njerëz e qeverisë së tij të sillen me një farë mënyrë kujdesshëm në raport me çlirimtarët që janë në Hagë, shkon është si kufiri pas të vjelave. Faktikisht këto nuk ka asnjë efekt, nuk arrihet me cilin do qëndrim që mund ta shprehim, sepse në procesin e Hagës asnjë veprim adekuat qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin nuk e ka bërë që të lehtësohet pozicioni i të akuzuarve. Kuvendi i Kosovës ka qenë struktura e cila e ka votu krijimin e gjykatës të Hagës në rrethonat të cilat i kemi shpjegu. Pra, në rrethonat e ekzistimit një akuze për trafikim të organesh, dhe kuvendi i Kosovës natyrisht si themelues i kësaj gjykate i ka dhe mund të kryej të gjitha efektet kontrolluese apo efektet e një përcjellje
kujdesshme të zhvillimeve në Hagë dhe kuvendi i Kosovës në rand të parë ka ra në provim për kitazi me këtë, ndërsa qeveria Kurti nuk e ka bërë asnjë veprim që të mobilizojë strukturat, qoftë strukturat qeveritare, qoftë të e pas parasysh që e ka pas shumicën në kuvend, qoftë ato kuvendare, të bëjnë ndonjë veprim në drejtim të presionit që mund t'ju shtohet dhomave specializuara, presionit, jo presionit në kuptimin juridik, po presionit për procedurat të cilat janë përcjell aty. Pra, nuk ka qenë asnjë veprim qeveritar përfshirë edhe mosgatishmërinë për të shtu qoftë edhe 1 euro për financat që kanë të bëjnë me natyrisht stimulimin përkatësisht pagesën e avokatëve apo mbrojtësve të akuzuarve. Qeveria Kurti edhe me deklarata të anëtarëve të asaj gjithnjë ka lënë të nënkuptohet që shihet Hashim Thaçi me të tjerët si oponencë e fuqishme politike e cila do t'i konkuroj apo do t'i konkurante në çdo moment Albin Kurtit, jo vetëm si konkurrencë për ta relativizuar pushtetin Albin Kurtit, po edhe si një rrezikshmëri e lartë për ta nxjerr sheshas qëndrimin e Albin Kurtit gjatë periudhave derisa janë zhvillu proceset që kanë qu deri te pavarësia. Në asnjë moment Albin Kurti nuk është pajtu me ato procese, vazhdimisht i ka kundërshtu ato procese, ka kundërshtu dhe se ka besu çështjen e pavarësisë, nuk ka qenë pjesë e aktit të shpalljes pavarësisë, duke kundërshtu dhe duke e quajtur si të pamundur. Nuk ka qenë pjesë përkatësisht, nuk e ka përkra çështjen e nxjerrjes një flamuri si simbol identifikimit të shtetit Kosovës, nuk e ka pranu çështjen e himnit të Kosovës, të njëjtën kohë nuk e ka pranu, por i ka nxjerr rininë dhe antarësinë e saj, i ka nxjerr në rrugë për ta kundërshtuar pakun e Ahtisarit, e cila përbën burimin themelor të krijimit të shtetësisë dhe të pavarësisë të Kosovës. Gjithnjë me thirrjen që krejt këto janë të pamundura dhe të mundura janë vetëm ato të cilat shkojnë në përputhje me konceptin që ka ndërtu Albin Kurti, i cili në vazhdimsi ka thirrë që të kundërshtohet faktori ndërkombëtar dhe ne të veprojmë sipas një skeme të vetë vendosjes. Thua se ne jemi një ishull i ndarë dhe thua se ne s'mund të ndikohemi apo nuk duhet të ndikohemi në asnjë mënyrë, qoftë duke na ndihmuar apo edhe kundërshtuar të tjerët në procesin tonë. Natyrisht, kjo ishte në kundërshtim, kjo ishte një utopi të cilën s'mund ta pranoj asnjë mendje shnosh, nga se ne vetëm me kooperim të mirë, vetëm të i bëm me dije bashkisë ndërkombëtare që ne jemi zotët dhe jemi të gatshëm, sakrifikojmë nga vetja jonë për atë sa kemi mundësi të sakrifikojmë dhe ne e kërkojmë nga opinioni ndërkombëtar dhe nga të gjithë ata të cilët duan të na përkrahojnë dhe në gjithë ata që e shohin nevojën për përcaktim dhe për jetë të lirë të qytetarëve të jenë me ne në mënyrë që ne të drejtën tonë të mohuar në për shekuj ta fitojmë tani. Dhe kjo logjik natyrisht që nuk mund të ishte e pranueshme. Kooperativiteti me bashkinë ndërkombëtare ka qenë ajo domosdoshmëria të cilën e ka realizuar Hashim Thaçi me kolegët, po edhe me përfaqësues e subjekteve tjera politike, e cila nuk i bie tamam veç Albin Kurtit. Dhe kjo ka sjell deri tek veprimet substanciale në krijimin e strukturave të shtetit pavarur Kosovës, ku hyn edhe ushtria e Kosovës, për të cilën ai po mburret, pa qenë autor dhe krijuesi i saj, edhe policia e Kosovës, të cilën e kanë kundërshtuar dhe i kanë vënë zjarrin, edhe gjitha strukturat tjera të cilat nuk mund të thirret Albin Kurti që i ka kriju sepse në vazhdimsi i ka kundërshtuar. Dhe kjo çështje tash për të identifikuar është një çështje në një farë mënyre për të jo zashëm, por me një kujdes, me një demagogji të shprehet kënse jam për lirim. Nuk mund t'jesh për lirim nëse ke thirr Hashim në Hagë e ki vendin. Hashim ik, nëse përfaqësues e qeverisë ti kanë grumbullu dokumentacione dhe materiale për deponu në gjykatën e Hagës, për ta goditur
përkatësisht për të kriju dosje të cilat do të jenë randuese o do të jenë baza për krijimin e një akte akuze, natyrisht që nuk mund të kuptohet si e sinqert qasja e Albin Kurtit në asnjë mënyrë. Zoti Selimi, kam një pyetje të drejtë për ju. A mendoni që gjendja ku ndodhen tani komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës është më shumë një skenar i huaj apo është si pasojë e një lufte të brendshme të politikës së Kosovës, të liderëve të Kosovës pas pavarësisë njëri me tjetrin? Po, t'ju them drejtën, nuk mund të jetë pasojë e njërës dhe pasojë e tjetrës apo pasojë e këtyre veç e veç. Kjo në rand të parë, qëndrimi kundërshtues i të gjithë atyre që bën diçka i Albin Kurtit faktisht ka qenë një qëndrim kontinuel, sepse Albin Kurti nuk pranon asgjë e cila është e ndërtuar apo e krijuar pa prezencën e tij dhe nuk pranon asgjë që dikush tjetër krijon. Pra, Albini është i përfshirë nga një sindrom, është i përfshirë nga një delirium i madhështisë, sipas të cilit vetëm ai mund të bëj, askush tjetër s'mund të bëj. Sipas Albin Kurtit, po që do të bashkoheshin forca, fuqia amerikane edhe mendja e tij, do të vendosen një rand i ri botnor, i cili do të ishte i pashembull ndonjëherë. Dhe Albin Kurti e don veten. Ai është një narcisoid i cili nuk dua të nxjerr terminologji edhe mjekësore, por në fakt është një qëndrim përkatësisht, një ndërtim patologjik i cili mas paku i shkon për shtati pozicionit të udhëheqësit të parë të shtetit të Kosovës. Dhe kjo tendencë, këto ndjenja të Albin Kurtit, ky pozicionim i Albin Kurtit, gjithçka kundër gjithkuj, po veç vetja e tij, veç egoja e tij liderise, shkon në përputhje, nuk po them në koordinim, nuk dua ta them në koordinim, sepse nuk dua që cili do shqiptar të jetë i koordinuar me kuzhinat e Rusisë dhe Serbisë, por që shkon në një gjatësi valore është shumë e vërtetë. Dhe për pasojë, mbajtja e çlirimtarëve tonë Hag është si rezultat i pretendimeve nga jashtë forcave ruso-serbe dhe sigurimeve të tyre, dhe është e mirë mbajtur dhe nga substanca opozitare, nga oponenca e atyre çlirimtarëve, e prirë nga vullneti që mos që mundsoj të rikthehen në skenën politike dhe të rikthehen në familjet e tyre. Kjo është ndihmu, pra, janë faktorë të cilët me vetdi apo pa vetdi e kanë ndihmu njëra tjetrën. Pra, kur krijohet një gjatësi valore njësoj nga të gjitha këto struktura, natyrisht që efekti bëhet shumë i fuqishëm. Sado që depononin forcat e errta, të cilët janë kundër krijimit substancës Kosovë dhe kundër krijimit apo mbetësimit të gjithë shqiptarëve në një shtet të përbashkët, po që se faktori shqiptar do të ishte i vëmendshëm që mos ta çojë në drejtim, sepse nuk ka asnjë arsye përpos rivalitetit që të shkojnë gjërat deri në atë shkollë, sa të luftohet dikush deri në menjanim nga skena politike. Po që se subjekti politik shqiptar nuk do ta bënte një gjë të tillë, natyrisht që skenarët përkatësisht, dosjet e punuara për ta kriju bazamentin e krijimit një akt akuze në Hag, do të mbeteshin përgjyst, do të mbeteshin pa jehon dhe pa to akt akuza do të ishte e pamundur. Po që se nuk do të dëgjohej zëri i shqiptarëve në gjykatën e Hagës, nuk do të kishte gjykata në shkatë mbështetet fare, dhe mendoj që në përfundim të këtij procesi o do të hiqte dorë prokuroria nga akt akuza e përpiluar pa argumente, o
do të merrej vendimi domosdoshmërisht lirues nga ona e gjykatës. Po jam i bindur që gjitha deponimet që kanë shku edhe të sistemuara nga vetë shqiptarët për gjykatën e Hagës, ato i kanë dhonë plot fuqishmërinë iniciimeve që në bo nga dikmarti në Këshillin e Evropës. Zoti Selimi, çfarë pritshmërish kemi nga vendimi i gjykatës së Hagës lidhur me komandantët dhe a besoni që do shpallen pafajshëm? Në rend të parë, kam bo përpjekje me përcjell komplet procesin e gjykimit. Kam qenë edhe vetë jo fortumati në atë proces si i dyshuar. Nuk di a ka vendim lirues, pa dyshim, me që nuk përmendet emri im tash në akt akuzë. Në bos asoj që e kam po, në bos asoj që e kam vrejt unë, si dhe në bos dëshmive të paraqitura të mbrojtjes që vjen nga liderët botëror, jam shumë i bindun, jam shumë i sigurt që as mund të bëhet fjalë për dënimin eventual të çlirimtarëve tonë. Nuk ka mundësi Zoti Clark, nuk ka mundësi Solona, nuk kanë mundësi asnjë prej njerëzve të cilët paraqesin në një farforme edhe pas pensionimit, po edhe gjatë kohës sa janë aktiv me një farë mënyre me e zbe autoritetin e Amerikës si persona apo si zyrtar të cilët shkojnë mbrojnë dikun apo shkojnë deponojnë dikun në një mbrojtje që nuk është çfarë do, po është mbrojtje e një procesi të përbashkët i realizuar bashkë me Amerikën dhe NATO-n, nuk do të shkonin, nuk do të merrnin leje as nga departamenti i shteteve përkatëse apo strukturat e shteteve përkatëse të shkojnë dëshmojnë e dëshmia e tyre të mbetet për të ardhur keq. Nuk mendoj që dëshmitë e këtyre njerëzve më të rëndësishëm që e bon luftën në Kosovë, që ja kthyen bashkë me UÇK-n armët Serbisë, nuk besoj që ajo dëshmi do të mund të shpollet ndonjëherë në këtë jetë e padobishme apo jo efektive. Dëshmia e këtyre njerëzve të mëdhaj, të cilët u bashkuan në luftën për dinjitet, për identitet, në luftën për ta penguar një gjenocid që ushtroi nga Serbia në Kosovë, nuk ka mundësi të dështoj në asnjë mënyrë. Amerika është gjallë janë forsat të cilat kanë mundësi me bën një gjë të tillë. Gjallë janë forsat të cilat mund ta relativizojnë edhe një gjykatë të tërë, e lere kur në duart të tyre, kur në duart tona janë të gjitha argumentet që ato akuza, ato dëshmi kanë qenë të përpunuara, të aranzhuara, të rrame, përgatitura me qëllim politik dhe kompleta e gjykatë ka funksionu me qëllime dhe për qëllime politike. Jam i bindun, sidomos në faktin e pjesëmarrjes apo angazhimit faktorëve që lidhen ngushtë me autoritetin e Amerikës në procesin e mbrojtjes, në procesin e mbrojtjes po e theksoj, së aleatëve të vetë në tokë. Amerikanët UÇK-n e patën aleatin e saj në tokë. Unë kam qenë prezent spaku nga përvoja ime personale në zyrat nga të cilat prej shtabit përgjithshëm të UÇK-s, Dilaver Goxhe apo edhe oficerë të tjerë i kanë lajmëru apo i kanë paraqit koordinatat e pozicioneve të forsave serbe në procesin gjatë të cilit ka ndodhur bombardimi i pozicioneve serbe. Kështu që të bashkëpunoj me oficerët e luftës është bërç, është obligim që atë bashkëpunim, atë korelacion, atë ndërlidhje të fuqishme midis UÇK-s dhe forsave të NATO-s me e shkel, me harru, me përbuz dhe ta kesh një hap përpara në zhvillimin si forcë, si fuqi botnore, është e pamundur. Amerikanët nuk e bëjnë një gjë të tillë. Unë jam i bindun, nuk din cilin kanal, nuk e din çfarë kanale, nuk din çfarë forme. Me që në këtë botë gjithçka është relative, unë jam i bindun jo që do të relativizoj, po vendimi përfundimtar ka më dal lirues dhe UÇK-ja nuk mund të kriminalizohet, nuk mund të kriminalizohen njerëzit të cilët
kanë lënë familjet e tyre dhe ju kanë qos luftës pikërisht për çlirimin e Kosovës, pikërisht për shkak se Kosova ishte e robnume, pikërisht sepse Kosova përjetonte apartheid, pikërisht sepse Kosova nga ana aparatit policor edhe ushtarak serb ishte e përjashtuar me tërë qenien e saj nga jeta normale, nga jeta njerëzore. Dhe nëse edhe sot ne nuk besojmë në triumfin e drejtësisë në gjykatën e Hagës, e cila mund të jetë nuk po them e kontrolluar, e cila mund të jetë e përcjellur nga një fuqi që përcjell gjitha zhvillimet në globin toksor, atëherë në çka do shpresojmë? Dhe fundit për Kosovën është ogor i zi mundësia për të dënu, sepse tek atëherë pozicionimet e njerëzve pro asaj gjykate, dëshmitë e njerëzve për atë gjykatë nuk janë të vetmume. Ato do të ballafaqohen me pasojat të cilat janë shumë të pakëndshme për neve, që do të jenë të pakëndshme për neve dhe me një farë mënyrë do të rezultojnë me pakënaqësi të reja brenda qenies shqiptare në Kosovë, po edhe në trojet shqiptare. Zoti Selimi, mund na thoni pak se me çfarë motivacioni ju thirrri gjykata speciale në Hag, pra për çfarë arsyesh? Motivacioni i thirrjes në gjykatën speciale ishte sepse unë gjatë krejt procesit, gjatë tërë luftës për çlirim, kam qenë pjesë e strukturave, kam qenë udhëheqës shefe i sektorit shëndetësisë pranë shtabit përgjithshëm, i kemi realizu shumë procese duke fillu prej vaksinimit të gjithë ushtarëve brenda strukturës së UÇK-s, me vaksinat mbrojtëse për kace. Ne në teren i kemi bërë përgatitjet e njësiteve për katëset se cilat do të ishin të gatshme në çdo moment për t'u qasë plagës e cila krijohet gjatë luftës. Unë kam bërë përpjekje që në gjitha këto procese të jem aktiv, natyrisht kam vendosur raportet edhe me pjesën tjetër cila nuk ishte e përfshirë në luftë, kam vendosur raporte edhe në nivel bashkisë ndërkombëtare apo në nivel ndërkombëtar për krijimin e kanaleve apo linjave për furnizim dhe për mirëmbajtje të strukturave të cilat kanë qenë thirruna dhe të obliguara për me kujdes shëndetin e popullatës civile dhe të ushtarëve. Edhe të pos parasysh natyrisht duke qenë pjesë, ata kanë kriju një mozaik prej deklaratave qindra mira njerëzve, e kanë kriju mozaikun që natyrisht nxjerr në shesh një të vërtet. Dhe thirrja ime personalisht është natyrisht rezultat i deponimeve të ndryshme, po ashtu nga këta shqipfolësit të cilët mund ta keni idenë që në rrethona të caktuara mund të kenë qenë edhe doktor Fitimi pjesë e atij strukturimi. Pra, të njëjtën kohë, unë jam edhe personi cili i kam bë disa ekspertiza të serbëve të vrarë gjatë luftës për çlirim dhe natyrisht ju intereson çështja ime. Çështja ime në atë raport ishte çështja një profesionisti i cili ka realizuar ekspertizën, ka nxjerr raportin me shkrim dhe raporti me shkrim është dorëzuar. Dhe këto e kam bë me kërkesë të gjykatës së ushtrisë, gjykatës ushtarake të UÇK-s, konkretisht Sokol Dobruna, kur ka kërku prej meje që të nxjerr konkluzionet përkatëse lidhur me personat adekuat, natyrisht unë i kam nxjerrë ato i kam lënë të shkruara. Ai dokumentacion natyrisht është i shkruar në duart e hetuesve të Hagës, të cilët natyrisht janë ballafaquar edhe me emrin tim, edhe me angazhimet e mia dhe kanë shiku mos eventualisht mos ka ndonjë implikim edhe si i dyshuar, mos kam trafiku organe rastësisht, edhe unë si një kirurg që atëherë nuk isha i bërë si kirurg, por isha një mjek me një përvojë të përshtatshme. Cila ishte qasja e prokurorëve, pra në çfarë forme ju pyetshin dhe a kishte dokumente që ju faktonin, pra ju pyesnin që ju vinin dokumenta para dhe thonin pse është bërë kjo, pse s'është bërë kjo, apo thjesht mbi bazën e po themi deklaratave që kanë bërë siç i quajtët ju shqipfolësit, të cilët në raste të ndryshme edhe mund të kenë deklaruar gjëra të cilat
nuk shkojnë për shtat edhe të vërtetës në cilën ka ndodhur dhe ngjarjet atë kohë. Unë e kam bërë një qëndrim aty që përputhet me deklarimet e mia të para shumë viteve, kur kam qenë më parë, pa u kriju dhomat e specializuara. Po në ndjekjen që është bën ndaj Fatmir Limaj, kam qenë pjesë e mbrojtjes, do thotë dëshmitarëve mbrojtës. Dhe përpyetjet që kanë të bëjnë me këto ato deklarime që kanë zgjat 2 apo 3 ditë, unë e kam konfirmu. Krejtë realiteti është në përputhje me ato që i kam deklaruar atëherë. Nëse sa i përket, ndonjë pyetje që mund ta bëni tash ad hoc, për të cilat s'më keni njoftu fare, po veç më keni ftu eja si i dyshuar, unë kam thonë s'do të flas fare. Dhe kam hesht sepse as unë se kam meritu, po as se kam meritu asnjë nga të akuzuarit që të thirrën pa kurfar njoftimi paraprak, pa kurfar bazamenti një denoncimi që jeni i dyshuar për këtë, dhe kam kërkoj nga jo të më tregoni për çka jam i dyshuar. Dhe nëse këtë nuk mund ta bëni tash, unë nuk mund të flas fare. Dhe e kam kundërshtu, pra, jam mbrojt për këtë pjesë qetësi, do të thënë heshtje, por për pjesën tjetër të deklaratave që kanë të bëjnë me një deklarim të mahershëm, natyrisht qëndroj para krejt atyne, të cilat me një farë mënyrë e mbulojnë atë imazhin përkatësisht, e mbulojnë rolin tim në komplet në angazhim gjatë luftës për çlirimin e Kosovës. Dhe s'kam shkashtoj prej atyne të cilat vesh i kam thonë edhe më parë. A ka pas qasje presioni siç mund të jetë edhe po themi qasje që ishte ndaj presidentes së Republikës Kosovës, pra një qasje që duhet flasësh se ndryshe ne të bëjmë, pra si ishte qasje prokurorëve? Unë nuk mendoj që unë kam qenë nivel aq i dukshëm edhe aq autoritativ sa silleshin jashtëzakonisht me mua ashtu si që sjell. Dhe mendoj që kjo shpërputhje, nëse është kështu, kjo është e çuditshme dhe po detyrohem me shpreh frikën që ndoshta a mos ka kur gjë të pa evidentume. Deklarata ime është edhe me rekord atje. Edhe nëse sot unë e tham ndryshe, e nesër del ndryshe, natyrisht përgjegjës jam unë. Prandaj s'mund të them kur gjë për nderuar Vjosa Osmani, për veten mund të them që kanë qenë korrekt, shumë korrekt, 2 apo 3 prokuror amerikan kanë qenë, dhe ata në fund të intervistës më kanë thonë, shko, merru me punët tuaja profesionale. Dhe këtë unë kam nënkuptu si përfundim i ndjekjes, përkatësisht përfundim i të shikuarit si i dyshuar në atë proces. Edhe pse formalisht nuk ka marrë asnjë dokument që ndërpritet dilema, ndërpritet dyshimi, ndërpritet akuza apo diçka si rregull, duhet kishte një komunikim ndaj jush për thënë që ne kemi përfunduar punën me ju dhe ndërpritet komunikimi akuza? Natyrisht, sepse fundit ne jemi qenje njerëzore dhe ne me që jemi bë objekt i trajtimit nga ana asaj gjykate, ne do duhej në çdo hap, në çdo moment, çdo situatë, çdo përgjigje apo mos përgjigje të marrim shkresa apo të marrim dokumentacion me shkrim, nëpërmjet cilave ne njoftohemi që prej tani, bazuar në këtë, nuk jeni objekt i trajtimit të hetësisë nga cilësia e të dyshuarit apo nga cilësia e dëshmitarit e tjerë. Mirë po, ai procedim ka shku keq prej fillimit, domethënë prej momentit kur jam ftoheni të veni kështu. Dhe pa asnjë shkresë përcjellse, e cila do të më bante me dije cilë është materia mbi të cilën ata bazohen për ta ndërtu dilemen e tyre apo dyshimin e tyre si i dyshuar për mua. Pra, unë kam qenë fare i panjoftuar deri në ballafaqimin me prokurorët. Në bisedën me prokurorët i kam thonë ato që i përmenda dhe natyrisht për pjesën që mund ngarkohem, ma qitin letër, ta kem letër, ta di për shka ngarkohem, atëherë unë në mënyrë të
artikuluar, deklarohem edhe mund të bërohem nga ajo që më ngarkohet. Mirë po një gjë e tillë s'ka ndodhur, shko merru me punët tuaja profesionale dhe kjo është ajo ai përfundimi edhe i intervistës edhe i ballafaqimit. Doktor, faleminderit shumë për intervistën dhe shpresoj që të gjithë, po themi, dilemat e prokurorisë speciale të Hagës lidhur me komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të ketë qenë thjesht një lajthitje, po themi, politike dhe gjithçka të përfundojë me vendimin e gjykatës. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve për kujdesin, për interesimin, për afirmimin e problemeve tona që është shumë me rëndësi për përkrojën tonë, për neve. Faleminderit. Faleminderit edhe juve shumë.